Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić, trodit me deklaratën se ushtria e Serbisë është më e fuqishme se kurrë, pasi vitet e fundit kanë vepruar në fshehtësi për armatim të ri dhe të sofistikuar. Sipas Radio Europa e Lirë, ai këtë informacion disi kërcënues e tha të premten gjatë një interviste për televizionin Prva, teksa shtoi se prezantimin e arsenalit të armatimeve do të prezantojnë në shtator në paradën ushtarake. Ushtria po bëhet tmerrsisht goditse. Janë 5 persona që dinë çfarë kemi sjell. Qëllimi ynë është ta mbrojmë vendin ton. Serbia të jetë fortesa e pathyeshme dhe e palëkundur për çdo pushtues, tha Vučić. Vučić më tej njoftoi se do të punojë për ushtrinë digjitale, platformë e cila forcon ndjeshëm ushtrinë dhe të cilën Izraeli po e zbaton me sukses. Sipas tij, 80% të kohës, njerëzit në ushtri e shpenzojnë për logjistik dhe analiza, por me futjen e programit të ushtrisë digjitale, kjo përqindje do të reduktohet në vetëm 20%. Nevojtet ndryshimi në konceptin e ushtrisë, e cila bëhet tepër vrasëse e papar, nënvizoi Vučić. Ai ndali edhe tek marrëveshja Prishtinë-Zagreb-Tiranë dhe komentoi kështu: "Do të ishte budallëk i madh të nënvlerësojmë krijimin e aleancës ushtarake dhe çdo muaj ftojnë Sofjen që të bashkohet, gjë që e ka detyruar Serbinë të armatoset." Atëherë, në emisionin e kaluar bëra një pyetje që më duk e guximshme, për sa i përket gjërave rendit botror, dhe pyeta Enita Bozhekun, me mbrëma Enita, mirë se erdhe. Me mbrëma Nduena, mirë se erdhe. Me mbrëma Zhe. Me mbrëma dhe mirë se erdhe. Unë ndjen hapat e tua përpara se ti të vije, të paraprind gjithmonë një diçka. Nuk e di se çfarë, do ta dekryptojmë një emision më vete këtë. E pra, i bëra një pyetje, kemi të bëjmë më me rend botror me të drejtë ndërkombëtare. Dhe një nga përgjigj që kështu si po shkojnë gjërat, është tronditur shumë, bile mund themi që herë s'kemi fare. Apo. Kjo ka qenë krye tema e të premtes kaluar, të shtunës kaluar, dielës kaluar në gjithë komentet e gjithë po themi podcastet që kanë dëgjuar shumë të famshme, nëse çfarë po ndodh, si mund të godasësh të bombardosh sajt atomike pa shpallur luftë, pa marrë të drejtë në Kongresit, mund të bëjmë, mund mos e bëjmë, është shkelje kushtetuese. Pra, si mundet Izraeli pa shpallur luftë Iranin në godasje, si mund Irani të kundërpërgjigje pa shpallur luftë, pa do të thënë, si mundet Rusia të sulmojë Ukrainën pa shpallur luftë me operacion special. Pra, do të thënë, në një moment caktuar, po krijohet një botë e re, që ne jemi të ndërgjegjshëm që po krijohet, por na ndodh. Me fjalë që po nuk ka më rregulla loje, ka xhungull. Dhe më i forti, godet më të doptin, dhe pastaj, mbasi e shpartallon, mbasi e përgjunjë atë, thotë që, mi sa shtrishte puna, se unë provokova, ka gjithmonë një që quhet latinisht një casus belli, pra një arsye, një pretekst lufte, dhe lufta ndodh, masakra ndodh, vrasjet ndodhin, dëmi ndodh, dhe pastaj, hidhen çik shërbet sipër dhe më ndodh. Tani çfarë po ndodh? Po ndodh që ne kemi të bëjmë, ndoshta me një rikthim të psikozës luftës në Ballkan, një rikthim të fuqisë Putinit në Europë si partner në zgjidhjen e krizave të paktën me Trumpin, dhe nga del Vučić thotë që unë kam disa armë, kam blerë disa armë, Serbia, shteti serb, kam blerë disa armë speciale, shumë të rrezikshme, shumë efikase, të cilat do të jenë si balancë kundër aleancës Shqipëri, Kroaci dhe Kosovë. Qa është e vërteta dhe qa është gënjeshtra në këtë që? Enita, me që the që e kishe thelluar këtë. Po, Vučić në këtë kontekst të parregulash tashmë nuk ka pse mos përfitoj. Dhe efektivisht këto deklarata që po vinë të një pasnjëshme, kjo është e dyta tashmë me të njëjtin ritëm dhe formë kërcënimi pasiv aktualisht, vjen në një kontekst ku askush nuk e ka mendjen. Por që nuk mendoj që është i pa koordinuar, pikërisht me atë që është
Longamanu e Rusis. Dora e gjatë. Dora e gjatë. Së të lële ta themi me këto fjalë. Jo, kjo është latinisht rejohet të situata. E cila mbështetje Vučić në mënyrë indirekte mund t'i hape një dritare për të rimarrë atë që janë objektivat e tija territoriale, por dhe për të fituar në sajt e nacionalizmit një kredo politike që ai e ka shumë, jashtëzakonisht të lëkundur në brenda Serbisë. Por, duke patur besimi politik, por ka precedent, sepse kjo e drejta ndërkombëtare që po zhbëhet dhe po rikrijohet në forma të tjera, ka një precedent të një operacioni special që është ai i Rusisë, i shpallur dhe i deklaruar për zonën e Donbaskut në pjesën e Ukrainës, dhe të njëjtin pretekst, nëse do duam ta shohim në një këndvështrim rrezikshmërie për luftë, mund ta përdori realisht edhe Vučić me pjesën e Mitrovicës. Pra kontekstin nuk është... Janë kushet ndërkombëtare, thua ti, që... Mund t'ja lejojnë pra në rënien e piramidës së të drejtës ndërkombëtare mund bëhet... Mund të përfitohet, ka një dritare për të përfituar, sepse ju e thatë pak më herët që në këto momente ku gjithë vëmendja, gjithë votës është përshëndruar për shumë arsye në lindjen e mesme, Rusia është duke avancuar dhe përfituar në mënyrë relativisht të shpejt terren. Pra, sepse është hequr totalisht vëmendja. Gaza është e vdekur, fatkeqësisht, dhe jemi në një situatë të re. Pse jo dhe një vatër tjetër? Okej. Dakor. Sa reale është kjo mundësi që Serbia, Vučići se ta i ka probleme me pushtetin. Tani po themi gjitha duhet të rinë pushtet duke bërë luftë. Të filloj dhe ai të eksperimentoj një aventurë të tillë në Ballkan. Goxhe. Nuk mendoj që ka realizëm në këtë eksperiment të Vučićit, por reale është modernizimi i ushtrisë që i ka bërë, dhe është e vërtetë që armët i thotë po i ka marrë armë, ka marrë një sistem raketor nga Hungaria, është i vitit 1960, po i modernizoi, është prodhim rus i vitit 1960, hungarezët e kanë modernizuar dhe tashmë ja kanë shitur serbëve, dhe serbët kanë bërë një modernizim të këtij lloji sistemi raketor me ndihmën e izraelitëve, dhe plus ka filluar të prodhoj me leje të hungarezëve një lloj droni, është një dron izraelit, të cilët e prodhonin hungarezët me leje nga izraelitët, është një dron kamikaz, deri në 30 kg, dhe është shumë i rrezikshëm, ka një... Po do jenë armët që do serviri Vučići në shtator? Po, ka prodhuar shumë në këto, po i prodhon vetë, dhe kjo tregon që Vučići, pra ushtria serbe, e ka kapur hapin e asaj çfarë po ndodh në luftën moderne. Pasi po të shohim kjo lufta moderne që po ndodh sot në Ukrainë, po zhvillohet luftë midis droneve dhe artillerisë. Dhe edhe Vučići çka ka bërë, ushtria është e vetmja ushtri në rajon, ushtria serbe, e cila ka ngritur njësi të veçanta dhe të posaçme të dronëve. Pra ai qta, sepse edhe ne vetë themi kemi njësi dronësh për 4 dronë që kemi marrë nga Turqia që s'vlen as i lek. Pra ky ka ngritur njësi dronësh, dhe njësi të dronëve janë ngritur në çdo lloj njësie bazë, pra në kuadër të batalioneve dhe në kuadër të brigadave. Dron kamikaz dhe dron vëzhgues të tipit FPV, që ushtrit tona nuk e kanë, dhe asnjë ushtri tjetër e NATO-s në këtë rajon për momentin nuk e ka këtë lloj strukture që ai ka dhënë. Pra ka ngritur strukturën të marrë direkt nga eksperjenca e luftës që po ndodh në Ukrainë. Dhe ka bërë nuk janë armë ruse, thuat, janë hungareze. Jo, armat hungareze nuk janë ruse, nuk ka mundur të marrë armatim rus, pra çdo gjë është hungareze. Po tani ai thotë që s'e ke hungareze dhe izraelite, për shkak të kjo është hungareze dhe izraelite. Pra kjo është sekreti që ai ka. Pra nuk ka bler armë nga Rusia, nuk ka bler armë nga Kina. Po aktualisht po i prodhon vetë, po i rrit kapacitetet. Pra në një aspekt të kësaj të rritjes kapaciteteve mund të rëmbesh, por në aspektin që thotë zonja Bozheku që sulmi real ndaj veriut Kosovës, pse përjashtoi këtë dhe pse përjashtoi të sulmi real ndaj, për arsye se nuk mund ta sulmoj Kosovën para 4 ditësh, Putini bëri një deklaratë shumë interesante. Pra ishte me disa gazetarë dhe u tha që deklaratë cilën askush nuk u mor në këtë territorin son. Ai tha që edhe Donbasi, edhe Lugansku janë në të njëjtën pozitë si punë e Kosovës. Pra ashtu siç u njoh Kosova tha nga gjykata ndërkombëtare dhe u shkëput pa nevojën e miratimit të shtetit të Serbisë, e njëjta gjë ndodhi edhe me Loba. Pra aktualisht Rusia e njofti shkëputjen e Kosovës, dhe kjo nuk do të thotë që i jep mundësi atij tjetër të sulmojë dhe ta përkrajë në këtë sulm. Prandaj mbetet se këtu flasim për një element territorial. Dakor, po ai ka një pretendim shumë të territorial të ngushtë, nuk e ka të gjë. Duke u nisur edhe nga Donbasi dhe Lugansk dhe ngushtë. Nuk është tamam e njëjta gjë, se ti ke edhe marrëveshjen e Trumpit të tavolinë. Edhe sot, shefi i shërbimit sekret të jashtëm të Rusisë, Narushkin, ja dha një intervistë për një gazetë
ruse dhe deklaronte që Serbia, pavarësisht asaj që kemi deklaruar, vazhdon të shqoj armë në Ukrainë nëpërmjet vendeve të treta, duke na shkaluar këshillat që i kemi dhënë. Pra nuk është në një pozitë që do të marrë që Rusia çon armë në Ukrainë? Serbia çon armë në Ukrainë. Serbia në Ukrainë, po. Kundra asaj çfarë kemi kërkuar, tha, deklaroj sot. Pra nuk është në pozitën e saj Serbia që shefi i shërbimit sekret i jashtëm të Rusisë, Narushkin, sot e deklaroi në një intervistë. Narushkin, po. Atëre, Misha, ty të rezulton që vazhdon një aleancë. Narushkin, shefi i zbulimit të Rusë. Po, të rezulton që marrëdhënia midis Putinit dhe Vučićit është e mirë, aq sa po themi armë ruse të kalojnë, se unë dyshoj, ndryshe nga bindja që ka Goxhaj, a do vërtetohet shtator, se ka thënë do bëj një paradë dhe do nxjerr ato armë. Unë dyshoj që ka S-400 ruse, mund të ketë aeroplanet Rafale francez, të cilët i ka akorduar me Macronin, pra aeroplanet shumë të rrezikshëm të gjeneratës fundit, paka shumë të pesës, pra se to është një armatim shumë cilësor, por marrëdhënia politike e Putinit me Vučićin, cila është që dyshimi i arsyeshëm se mund të jenë dhe armë ruse të mund të bjerë ose të forcohet. Po, ose do të varri nga Putini, besoj që në krye të Serbisë do ishte Dodik dhe jo Vučić. Vučić është një figurë që në Rusi tashmë nuk shihet mirë dhe kjo është pak që mund të them që nuk shihet mirë. Për të satën herë shërbimi sekret rus dhe Narushkin kanë deklaruar, Goxha ka shumë të drejtë kur tha që pikërisht sot Narushkin deklaroi që Serbia vazhdon të dërgojë armë në Kiev nëpërmjet vendeve të NATO-s, domethënë duke ia shitur atyre. Dhe pala serbe dhe Vučić u detyruan të justifikoheshin që ata po ndaluan të gjithë eksportet e armatimeve, megjithëse deklaroi Vučić, neve kemi nevojë sepse 150.000 persona punojnë në industrinë e armëve dhe ata duhet të hanë bukë, pra ata duhet të hanë bukë në kurisë të gjakut të rusëve. Pra, do më thënë, marrëdhënia e për ne është lajm i mirë, kjo është lajm shumë i mirë, që marrëdhënia midis Rusisë dhe Serbisë, pra e Putinit me Vučićin përkatësisht nuk është ajo që neve dëshojmë që është. Jo, lajmet mes Rusisë dhe Serbisë, po lajmet marrëdhëniet e këqija janë mes Kremlinit dhe Vučićit. Po pra mirë, po ai është tani presidenti aty, ai është Serbia tani. Dakor, Misha, po, do me thënë, nuk ka do me thënë mbështetjen e Rusisë në këtë moment. Okej. Ti është, do me thënë, në qoftë se nuk e ke problem të rish, kam shumë të shqyrë të rish me ne. Dakor? Se më shkrua njërës që janë ke shumë fansa, që më thonë, ore, nuk e aktivizon pumën ajë sa duhet. Dua njërës e të gjenë shumë të është shumë abitshme. Por, kështu është emisionin, kjo është emisionin që përjonë. Kësafi ti si e gjikon këtë kërcënim të Vučićit? Ka bërë një takim sot me krerët e ushtrisë, ku një nga gjërat interesante që tha është që nuk ka më rregulla, nuk ka më drejt në botë. Këtë që thamë në tani në studio, pak më para. Ka thënë dhe vetë Vučić sot. Ka një narrativ në fakt në Serbi që për vitesh, në idenë që rendi ndërkombëtar që ekziston për momentin dhe rendi ndërkombëtar që bombardoi Serbinë sipas tyre, do filloj dal nga dal duke u shpërbërë. Dhe në vend të tij do të ketë një rend ndërkombëtar që do të jetë më multipolar. Dhe në momentin që vjen rendi ndërkombëtar që është multipolar, sidomos me Rusi dhe me Kinën, të cilat janë aleatët të Rusisë, por dhe me ndryshimin e marrëdhënieve të mundshme mes Rusisë dhe Shtetet e Bashkuara, mund të ketë rikthehet ideja e ndryshimit territorial në Ballkan. Qëllimi i tyre është tresh në Ballkan, në radhë parë është lidhet me verimin e Kosovës, e dyta lidhet me Republika Srpska në Bosnjë dhe e treta lidhet për një rrimarrje shpirtërore, thonë ata, të Malit të Zi. Gjë që e kanë arritur në 50%, po 50% që nuk e kanë arritur tjetër. Pra ky është qëllimi, narrativa serbe. Marrja shpirtërore të shndrohet në bashkim politik. Sepse nuk mund të shndrohet në bashkim politik e Malnezi më, pra nuk kanë më shpesa për diçka të tillë, por rrimarrja, le themi, e kontrollit në Malnezi përmes kishës në radhë parë, sepse kisha është institucioni më i besuar, kisha serbe është institucioni më i besuar në Malnezi. Pra ka një narrativ. Po Malnezes nuk janë katolik, janë gjithë apo janë gjithë ortodoks. Janë ortodoks. Ska katolik, unë kisha përshtypjen që ka më shumë. Katolikët janë shqiptarë. Shqiptarët janë katolikë dhe ca kroatë. Pra ka një narrativ të tillë nga ana e Serbisë, por unë kam përshtypjen që ne nuk jemi ende në atë nivel që ky rend ndërkombëtar është duke u rënë.
Madje në lindjen e mesme, ajo që po shohim është që kjo bota multipolare që po flisin vetë sa kohë, për shembull nuk po ndihmon Iranin. Nëse do ishim në një botë multipolare, Rusia dhe Kina do kishin shkuar ta ndihmonin drejt për drejt Iranin. Ose do kishin filluar fare sulmi, do guxonte Izraeli bombardon. Prandaj Darda ka bisi brapa kësaj tani. Edhe mund shkonin ta ndihmonin, edhe mund mos kishte guxim ta bënte. Fakti që e ka bërë ndihmojnë gradualisht, ka gjithmonë bërë dhe që s'po ndihmojnë tregon që kjo bota multipolare nuk ka ardhur akoma. Pra kushtet serbe nuk ka ardhur akoma dhe Vučić para disa vitesh ka thënë një gjë shumë interesante. Tha, gabimi i madh i serbëve tha në vitin 90 ishte që ne nuk kuptuam sistemin ndërkombëtar. Pra, ne dolim kundër superfiqisë dhe superfiqia dënoi. Pra, vetëm kur ndryshoi rrendi ndërkombëtar që mos ketë një superfiqi të vetë, ketë disa, atë Serbia mund të lëvizë. Okej. Pra që do thotë do të jetë shpejt, sepse me situatën që po precipiton nuk është kaq e shpejt. Në lindjen e nuk po them që do ndodhi nesër. Por ideja është shtator thotë ai që mund ndodhi. Ai në shtator do të bëhet para gjëra të tjera pas shtatorës do ndodhi. Shohim. Ky rend ndërkombëtar nuk po shkon atë drejtimin që duan serbët për momentin. Dhe lufta në lindjen e mesme këtë gjë po tregon. Nuk e di se ku do shkojë ky rend ndërkombëtar, sepse dinamikat janë shumë të shpejta. Çuditërisht. Lufta në lindjen e mesme për shkakun po tregon një rivendosje të fuqisë amerikane, nuk po tregon dobësi të fuqisë amerikane. Nuk jam dakord me këtë, është shumë herët për ta thënë këtë. Akoma nuk kemi parë. Deri tani sa po shohim, po deri tani është shumë shpejt. Në më parë në 10 ditë. Lufta mund mbarojë tjetër. Nuk ka luftë, as se fitohet dhe as se humbet në 10 ditë, sepse edhe Hitleri në 10 ditët e veta bëri kërdin në 39-ën. Por kjo nuk do të thotë se na afalgjatë fitoja ai luftë. Nëse Hitleri bëri luftë 10 ditë para, pastaj pushtoi sulmoi gjithë Evropën. Nuk kujtuar Izraeli nuk kanë më të mbarojë me Iranin, sulmoi gjithë Evropën. Hitleri është interesant, sulmi ndaj Iranit ndodhi me datë 22 qershor, ditën kur Hitleri sulmoi Rusin. Edhe mua më shkojmë bëndë, operacioni Barbarossa. Aktualisht, pavarësisht asaj që thoni juve, Shtetet Bashkuara të Amerikës janë fuqia e vetme unipolare në rajon, në Ballkan. Pra, dhe kjo nuk është e lëkundshme. Sido që të vazhdojnë atë. Jo vetëm aq, po është vetëm një shtet që mund të projektojë fuqinë në çdo pjesë të globit. As Kina, as Rusia nuk e bën dot. Nuk projektojnë dot. Albani? Po deklaratët të tilla që kemi armë sekrete në Serbi, unë besoj se i shoh dhe janë si të destinuara për të përdorur edhe pak për përdorim të brendshëm politik. Për të forcuar moralin kombëtar, për ta treguar veten superior etj etj. Po gjithsesi mos harrojmë që ankthim Ballkan për një luftë mes Serbisë dhe Kosovës dhe rajonit gjithmonë ka ekzistuar dhe do të jetë. Më ngacmoj pak generali kur tha që je general ti apo jo? Jo. Kapitan. I vogël fare. Generali s'bën në media. Mirë, kapitan. Sepse se kam bërë herë edhe del. Po. Kur tha që për origjinën e armëve që ka blerë Serbia. Duhet shtoj këtu një fakt që nuk është folur, përse është një informacion i kohëve të fundit, ose themi orëve të fundit, të gjithë shtetet tashmë dihet që janë hedhur në treg për të marrë armë dhe për të pajisur me teknologji. Pjesa më e madhe e armëve që blihen sot blihen nga Ukraina. Për shkak të sprovës që ka dhënë Ukraina në luftën me Rusin për të treguar që kush janë armët më efikase dhe më eficiente. Shteti shqiptar në dijenin time ka marrë së fundmi një radar i cili do të shërbej për le të themi nga ajri për perceptimin e të gjitha avioneve që mund të hyjnë në territorin shqiptar. Radar franceze. Po, e ka marrë nga Franca. Ndërkohë, kontrata më e fundit që është vendosur... Qasku radarin që se di unë, do thoshe njëri, qasku dhe radarin? Ky është një radar ajror. Si është, le të themi është një nga ato më të mirat që ka në treg Franca, që është një perceptues i avionëve që mund të hyjnë në territorin shqiptar. Se deri më sot gjej... Nuk diskutohet fare, po nuk besoj se është në nivelin më të lartë të mundshëm. Qa përcakton nivelin e lartë? Kosto justifikon deri diku. Varet për çfarë shërben, sepse ne nuk ka përshtypjen që Shqipëria nuk do perceptoj F-35 apo F-16. Ne s'kemi raketa për dikon ditë. Po asë raketat në një shteti. Ne kemi për avioni, radari që është marrë për perceptim avionësh, që hynë në territorin shqiptar, sepse deri më sot territori ajror i Shqipërisë zhej nuk është ruajtur nga shqiptarët, është ruajtur nga italianët. Edhe nga grekët. Shiko, kemi një gjë. Themi ruajtur, do të sqarojmë pak. Nuk është që është monitoruar. Kemi policim quhet policim ajror. Pra, e njëjta si kur shefat policimin lagje të dy policave që bën një patrullë dhe bën xhiro në lagje.
I njëjta gjë është kjo policimi ajror, por vetëm në rastet kur kërkohet nga Republika e Shqipërisë. Pra në rast se kemi shkelje të hapësirës ajrore, kërkohet dhe ata vinë për shkak të situatës, Ministria jonë Mbrojtjes si ka bërë këtë dhe një nga kontratat më të fundit që është vendosur nga Ministria jonë nëpërmjet një institucioni të ri që është në varësi të ministrisë, është edhe me izraelitët për blerjen e topave. Topa. Po. Do i gjuaj me topa. Nga izraelitët çdo gjë që blen këtasin shenjë, kjo është i garantuar. Lert? Qa po ndodh? Qa po ndodh? Po ndodh ajo që ata që kanë pasur mundësin, sepse dëshirën nuk e kemi, por kujt i ka rënë rruga nga Beogradi, mund të kenë parë aty në mes është një shqiptar me plis në kokë edhe me një shpat në dorë dhe me një shqiponjë. Kjo që nëzorëm tani? Pikërisht, faleminderit. Kjo është Kopili? është në Kalemegdan, në fakt. Thuhet, ka një kundërshtim me dy Dyrham aty me Robert Elsin. Elsi thot që është Mirosh Kopili ose Milosh Kopili. Dyrham thot që mund tjetë Jani Kondo, por gjithsesi shqiptar që të dy. O Miloš Kopili o Jani Kondo. Ose Jani Kondo. Miloš Kopili 636 vjetë më parë në betejën e Fushë Kosovës 1389, ku në aleancë midis Gjon Balqës së dytë, Teodor Muzakës Beratit, Gjon Kastriotit, Tijatit të Gjergj Kastriotit, dhe Princit Lazar u përballën me forcat otomane të Sultan Muratit. Dhe ishte Miloshi pikërisht që shkoi deri në çadrën e tij dhe e vrau Sultan Muratin. Sultan Muratin e parë? Të parin. Po. Tani, Princi Lazar, këtë betejë e fituan Turqin. Po, Princi Lazar e humbi betejën. Po mi pse, më falë, Lert, të luta. Princi Lazar, ja ta... Më ke prekur një nga... Ta sjaroj, ta sjaroj. Po, pa tjetër. Se nuk e di pyetja s'ki qa mëseron. E di që e ke si... E ke të shenjë që mos të presin, po më dëgjoj. Jo, të lutem. Ate, gjithmonë kanë bërë pyetjen, sepse kjo ka qenë një aleancë kristiane, dhe gjithmonë kjo betejë, do në kristianë aty ka qenë Lazari, ka qenë Balqat shqiptare, ka qenë Kastrioti shqiptare. Ishin 20.000 kundër 20.000 forcat otomane. Një sekundë, më gjithmonë serbët në historinë e tyre, dhe jo dhe të tyre, po dhe në atë që bota një për tyre, thonë që është lufta që ushtria serbe u mund nga Sultan Murati, pra nga Turqit, dhe i qajnë atë betejë. Ndërkohë që princat shqiptarë që kanë qenë aty pjesë e kësaj aleancë nuk përbonden fare. Teodor Muzaka u vras, bashkë me 4.000 ushtarë të vetë. Në shtera parë që nuk e di pse ne e mohojmë të gjithë. Ne e mohojmë sepse gjatë shumë viteve Akademia jonë ka qenë e blerë, ashtu si shumë fjalë të Shqipes ne akordojmë serbishtes ose turkishtes, dhe tashi vitet e fundit ka filluar rizgjimi i ndjenjës kombëtare shqiptare. Gjithsesi, Princi Lazar, të cilit kërkon të ngjaj Aleksandri, po Aleksandri haron ky Vučići që leka i madh, nënën Olimpian ishte vine nga Piro i Epirit që të fiton të betejat. Aleksandri nga nënën s'ka lidhje me Epirin, as me shqiptarët, as me Azia. Kështu nuk ka që fiton ky Vučići. Po ta shikonin fotografi kështu, ke pasur kushim në të vegjël që luanin futboll, ishin ca çuna mamaje, kështu që priteshin me bukë me gjatë. Ka përceve shumë shpejt. Ka përceu direkt sepse Princ Lazari e humbi luftën. Dhe këto që thot Vučići janë, këto janë çuditëra, këto janë ëndra në diell, jo kemi armë sekrete, jo asgjë s'ka. Këto janë çuditëra, budallje. Të sulmoj Vučići, çfarë do të sulmoj do e humbi luftën. Pse? Do e humbi si Princ Lazari. E vetmja gjë që mbahet mend është Miloš Kopili që vrau Sultan Muratin. Pra, në udhëheqjen e Princit Lazar, lufta, beteja u humb, dështoi. Por ama doli një trim i Drenicës, lindur në Kopiliqin e Epërm, dhe pastaj familja u vendos në Kopiliq të poshtëm. Trimi Drenicës, unë isha para, unë dje isha në Drenicë në prekaz, dhe me atë rast, do me thënë, të falenderoj Bekim Jasharin për gjithë mikpritjen, që është nipi i erojit legjendar Adem Jasharit, Edi është tronditse për ty, se vetë je me origin nga Gjakova, Zhej, Edi, po nuk qarë të bëjum tani, dëgjo, shiko, për sa ko, ri brënda temës sa të mundës, për sa ko nëna Shqipëri, do lindi
një Çerçis Topulli, do lindi një Gjergj Kastrioti dhe do lindi një Adem Jashari, Vučići nuk ka ku shkon. Ndryshe, është shumë e thjeshtë. Si që mbajmë në Shqiponjën, 2 krenare këtu, unë mund të tregoj shqiptarve, ja ku i keni, nderoni historinë tuaj, ja ku i keni, nderojeni, mësoni nga këta dhe jo Vučići, po as, do me thëmë perën, a i poshtë mi të ngrijet. Nga feri, ne nuk na mundot. Ja ku keni Gjergj Kastriotin, ja ku keni Çerçis Topullin, ja ku keni Adem Jasharin. Në gjurmët e gjakut të tyre që u derdh për liri, ne nuk merë serbi një flet, një gjeth e peme, jo të marit truall në verit Kosovës e budalike tila. Aman, të keqen. Të lutem. Kjo është ana emocionale. Kjo është ana që duhet kemi. Kjo është ana emocionale. Është ana emocionale, u vra 55 veta u sakrifikuan nga familja Jashari. Dhe ke shumë në Shqipëri që nuk din ku është. Unë nga vaj para 22 vjetësh, kur isha me e shref Dyrmishin, me përshëndes ku dojtë jetë ekin, a im qojnë Skënderaj dhe pa shpin, atere, sepse po bënim disa gjirime. Po, është, do më të mos njojmë herojnë tanë, pra ndaj njësa, është shume, a keni Google? E keni Google. Klikoni pak, statuja me plis në Beograd, dhe ju del, a o që nëzori i shela falemderit. Pra, kur ata ne në mbajnë në mes të Beogradit si heroj, si mund të na kërcënojnë? Theloni pak. Tu është problemi që jemi, apo si jemi heroj, në mbajnë si shqiptar të serbizuar dhe jo si shqiptar... Okej, po ka shumë kelmenda së cilët u slavizuan. Po, tu është loja. Tu është loja. Pra ndaj duhet mësojmë historinë. Tani, problemi është... Okej, dakor. Në andrën racionare, deklarata që bën Vučići Goxhaj për faktin që Aleanca Kroaci Shqipëri-Kosovë ka të rënditur, është pjesë e retorikës apo ka një gjë të qëndrueshme, ai e ka marrë seriozisht lloj koalicioni që kemi për ne? Si tash nuk besoj që ka të rënditur për arsye se çfarëdo aleancë që bën neve ushtrit tona, pra si e Kosovës, si e Shqipërisë, si e Kroacisë, nuk kanë bërë ndonjë lëvizje në aspektin e modernizimit në krahasim me ushtrinë serbe. Dhe në aspektin e përgatitjes luftarake në krahasim me ushtrinë serbe. Pra neve qëndrojmë akoma shumë mbrapa. Edhe stërvitja e fundit Defender 25 që u bë këtu nuk ishte në nivelin e asaj lufte që po zhvillohet në Ukrainë. Pra ishte komplet një stërvitje totalisht e dështuar, e bërë në aspektet e stërvitjeve të mëparshme dhe jo bazuar mbi luftrat e ardhshme të cilat aktualisht po zhvillohen në terren. Po pra. Dhe kjo ai e ka shfrytzuar këtë situatë, pavarësisht se po bën retorik dhe e ka shfrytzuar për arsye se në bazë të kësaj ai arriti të bënte një marrëveshje me Hungarinë. Pra një marrëveshje të njëjtë Vučići bëri me Hungarinë dhe aktualisht kërkon të fusi në këtë marrëveshje, pra ai thotë që neve duam të fusim Bullgarinë dhe është e vërtetë që kemi kërkuar disa herë Sofis që të bëhet pjesë e kësaj marrëveshje, ndërsa Vučići është disa herë që i kërkon Slovakisë që të bëhet pjesë e kësaj marrëveshje. Dhe kjo unë mendoj që është gabim i madh për arsye se arriti, pra një vend si Serbia, e cila nuk është pjesë anëtare e NATO-s, arriti të bëjë një marrëveshje të bashkëpunimit ushtarak me një vend të NATO-s. Dhe kjo është një thyrje që i ka bërë rajonit dhe kësaj pjesë të NATO-s. Po dhe ne kemi bërë marrëveshje me Kosovën që nuk është një vend i NATO-s. Po është de facto në NATO, është vend që mbrohet nga NATO, është nën mbrojtjen e NATO-s me rezolut OKB-s, kurse Serbia nuk është askund, pra me rezolut OKB-s Serbia është kundërshtare e NATO-s. Në këtë botë pa rregulla që jetojmë, në këtë botë në të rregullat improvizohen, argënohen, qepen. Unë mendoj që aktualisht nuk jemi në një botë pa rregulla, pra ne të tjerët të vegjël të vazhdojmë, ne jemi detyruar të zbatojmë rregullat që kanë vënë 18, të mëdhenjt janë duke shkelur disa rregulla, jo të gjitha, po janë duke shkelur disa rregulla për të bërë një barazim politik në aspektin që deri më sot e gjithë Evropa, gjithë Perëndimi akuzonte Rusinë si sulmuesi pa, jo një sekond ta mbaroj. Po, mbaroj. Akuzonte Rusinë si që sulmoi Ukrainën në mënyrë të pa provokuar. Aktualisht edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës sulmuan në mënyrë të provokuar dhe arritëm të bëjmë këtë barazimin dhe besoj që ky barazim është lojë këtyre të mëdheve për t'i barazuar palët dhe pastaj të vendosim këto rregullat e reja të cilat duan t'i vendosin. Pra rregullat janë për çunat e lagjes. Absolutisht. Për ne. Neve jemi detyruar të zbatojmë rregullat, nuk dalim dot jashtë tyre. Çunat e lagjes e shpikat vetëm për bosët, siç i tha ai për bosët, pra. Për bosët. Okej. Bosët janë jashtë rregullat. Këtë dua të vazhdoj si koncept. Tani jemi ne në vëmendjen e këtyre bobave të mëdhej, do më thënë Shtetet Bashkuara të Amerikës, aleatëve strategjik që quajmë ne, pra të cilët të thonë Ballkanit janë ndarë kështu si janë ndarë, nuk kam rikonceptim, sepse gjithë kjo simpati ose gjithë kjo bashkëpunim në distancë që po krijohen ndërmjet Trumpit dhe Putinit, ndryshon algoritmi
sepse Trumpi gjithsesi nuk është, si tha Misha, nuk ka simpati me Vučićin, po ama me Serbin, apo me Dodikun, apo jo? The po më? Me Dodikun? I ka mirë Mardonet? Po, ashtu është. Me Dodikun. Me Dodiku është ai që ishte non grada nga Amerikanët. Po Dodiku se që po bënë edhe po flirton ama me një pjesëtar të administratës së Trumpit, mos gaboj edhe ai Milodrag, si quhet Milodrag Blagojević, që është me nacionalitet serb dhe është në administratën e di më saktë Krisafi, një sekundë. Dje me Dodikun. Rod Blagojević ka qenë guvernatori mos gaboj Illinoisit, pastaj u futu burg për çështje korrupsioni dhe tani është i afërt me qarqet e Trumpit, por ka përshtypjen që Dodik është afruar me të për të hequr non gratën. Pra ka të njëjtën hall siç ka njëri në Shqipëri. Po. Misha për ta mbaruar, pra do më thënë, ka një skenar, për shembull që mund të ketë një skenar, ose supozojmë se ndodh një skenar që plas një luftë në Ballkan. Serbia e Vučićit që nuk e ka qef Putini për momentin, bën një aventurë, do t'japi një kuptim mjetës vet, do të futet në histori, ose këta do të futen në histori, se këta përveç se janë kryeministra, kanë benefite, kanë profitime, kanë pafund, pasi thonë kam një raport me historinë, do të futen. Dhe thotë ai, si tha Laerti, pse vetëm Lazari bën luftë, bëdhe unë luftë. Po sigurisht, ashtu e ka parë vetën. Ashtu e ka parë, ashtu e projekton. Dhe tani e fillon ky. Nuk ka shans, Vučić nuk ka as atributit as të Lazarit, as të asnjë tjetër, jam dakord me Laertin dhe me të tjerët që folën më përpara, sepse Vučić është një figurë shumë dinake, shumë dredharak, me 2 apo me 3 karige, por që nuk i pëlqen asnjërës palë. As Europës nuk para i pëlqen shumë se e drell me Rusin, as Rusisë se e drell me Europën. Por mos pëlqimi... Po armët i ka, ma armët moderne po i blenë. Ky është problemi. A i ka deklaruar që i kam. Dhe mund t'i ketë realisht, po mos pëlqimi i ti mund të kthehet në një, si thuash, përdorim i mirëfillt nga ana e fuqive të mëdha nëse duan të rikonfigurojnë për interesat e tyre, gjithmonë pozicionet që kanë. Rikonfigurimi mund ta bëjë fuqitë e mëdha në tavolinë, nuk ka nevojë të bëj luftën Vučić. Po jo, po dëgjoj, lufta është benefiti më i madh për shtetet e fuqishme. Sepse nga lufta rikrijon struktura tjera, nga lufta rikrijon armatimet, nga lufta rikrijon ekonomi. Në rast se Vučići do sulmonte Kosovën, si thoni juve, atëherë tucenonte direkt fuqinë amerikane. Nuk ndodh kjo, nuk ndodh kjo. Disa vite është amencime, në rast se. Po pra, në rast se. Është hipotetike. Ore, se ju se na dëgjojnë dhe njerëzit. Ju koni gjëra tani, një minutë. Ore, nëse njeriu nuk do t'i përdori, pse i blen armët? Unë mendoj që ti jesh një aktor global edhe të kesh këtë lloj potenciali, para duhet të kesh 4 element. Që fillon nga ekonomia, nga forca ushtarake, tek politika, tek teknologjia, nëse Serbia i ka këto të 4. E para është talenti. Por s'mundet, edhe është e vërtetë ajo që nuk mund të bjerë fuqisë më të madhe globale që është Amerika. Për mos i bjesh... Nuk e se i bje Amerikës. Disa vite është një konferencë shtypi Aleksandar Vučić, ka thënë, e citoj tekstualisht. Jemi paralajmëruar, tha, që nëse kalojmë kufirin e Kosovës me ushtri, do përballemi me NATO. Përballim me NATO. Është e përcaktuar në marrëveshjen e Kumanovës, është e përcaktuar qartësisht. Po pra pikërisht atë se bëjmë hipotezë, nëse sulmon, bëjmë hipotezë kot tani. Nëse sulmon. Në historia, meqense ne vëndi historinë. Historia, të paktën historia e diplomacisë në të gjithë kohrat e veta, sepse luftrat kanë ekzistuar gjithmonë dhe do të ekzistojnë, marrëveshjet i kanë prishur gjithmonë. Ato që ne quajmë sot marrëveshje bilaterale, traktate. Marrëveshjet të prishin të mëdhenj, Serbia nuk është e madhe. Nëse Shtetet Bashkuara dhe Rusia bien dakord për ndryshuar. Po pra sot ne flasim për luftë me bajoneta, as me shpata. Kë ke të madh në Serbi. Në Serbi ke edhe Kinën, aktore protagoniste për interesat e shtetit. Rregullat i ndryshojnë dhe në Serbi. Serbia nuk ndryshon rregullat. Nuk ndryshon rregullat Serbia. Kemi un po flas në raportin e të mëdhenjve, Serbia është thjesht një instrument përdorimi. Asgjë më tepër. Që fjala juve të ditë, do të kisha shumë dëshirë dhe jam shumë i lumtur që Serbia, jo më dua të dalë fjala që Serbia ta marrë mundimin dhe të sulmojë, në momentin që Serbia sulmon.
Serbia i marrim edhe atë territor të pushtuar shqiptar Preshev, Medveç dhe Bujanovc, për cilin askush s'flet sot. Po, shumë drejt. Pra, se inshallah e fillon luftën. Gozej, marrim ne luftën ajo, hajde ta fillojmë luftën neve. Dhe t'ja marrim atë territor. E marrim ne atë territor apo ne e marrim edhe ne? Jo, më ne e marrim, s'ka kështu është banuar me shqiptar, hajde ta marrim atë territor. Ne e marrin amerikanët dhe ne japin ne. Do thua se ne se marrim dot. More edhe neve e marrim. E marrim. Po edhe neve marrim, edhe ne e marrim. Edhe ne arritëm të territor ta ulim në vitin 2000, bëm luft një vit në Preshev, Medveç dhe Bujanovc. Dhe arritëm Serbin ta ulim në fund tavolin, por disa shqiptarë që menduan se mund të bëni diçka ndryshe, nisën një luftë në Maqedoni në kulmin më të madh të luftës në Preshev, dhe lufta në Preshev përfundoi 0 sepse të gjithë ikën atje dhe mbetën bosh dhe u detyruan pastaj të dorëzohen. Dhe këta shqiptarët e nisën kështu rastësisht. Po nisën rastësisht. Nisën kështu, domethënë, në një moment kulmor për të bërë atë që është konfigurimi. Për të ndërprer rikonfigurimin e ri të Serbisë. Pra kush na e futi vetja? Po më ta shit. Po ta thënë shumë me futi vetja. Po vetja na e futi. Jo më na e futën ata me ata që i përdorin. Jo, na e futi vetja jon që u përdor, se ne shqiptarët kemi një histori përdorimi. Kemi shitur patriotizëm në momentin më kulminant. Historia jon ka treguar që ne kemi Hamza, një popull që flet për besën, është i pa besë. Shi, mos ta diskutojmë për te këtë. Mos përgjithso këtu. Flasim në parime historike. Jo, çfarë parime historike? Tradhtar ka gjithë bota në histori. Tradhtari Katia ka lidhur me Liriun, është mëkati më i rënd për Dante Alighieri. Është i pa. Besprerët në historinë e popullit shqiptar mund të zënë 1%, por ata që... Shiko, do t'jap një shembull, në qoftë se një hebre ecën rrugëve të Evropës. Dhe në qoftë se shef një njeri të madh në mosh, pyet gjithmonë veten, ky duhet këtë vrarë dikë nga fisim. Kur një hebre ecën në viset arbërore dhe sheh një njeri të madh në mosh, thot, ky me siguri ka shpëtuar dikë nga fisim. Po nuk po flasim. Ky është ndryshimi i madh që kemi ne me popujt e tjerë. Nuk po flasim për këtë, po flasim me vetës tonë. Jo, zemër, ne genocid ne nuk kemi bërë. Ne genocid nuk kemi bërë. Ne quh nuk i kemi mohuar njeriut. Ne fe nuk i kemi mohuar njeriut. Atere, pse që ngemi ne të pabes? Nuk flasim për të tre, flasim mes nesh. Kush si mes nesh? A flasim mes nesh? Pse shqiptari shpiku besën? Nuk e shpiku, nuk e shpiku, nuk e shpiku, nuk e shpiku, më thuaj pse, më je përgjigjen antropologjike, juridike, pse besa nuk e shpikje, vetëm ne e kemi, besa është gur themeltar i të qenit shqiptar, pikërisht pse, sepse më je përgjigjen pse, besa vendos të shqiptarin dhe jo feja. Prandaj ne kishim besën. E kishte veriu dhe jo ju, nuk e kishte formë. Kurse të tjerët kanë patur, mos i bë këto ndasi. Mos i bë këto ndasi. Kanuni laboris ka një koncept tjetër. Kanuni, unë flas për kanunin, flas për zakon. Në qoftë se flet për jug dhe veri, flas për antropologji juridike këtu. Janë në jug, por shumica që kanë ikande janë nga veriu i Shqipërisë. Prandaj, neve jugun dhe veriun, ato çfarë? Himara. Janë mirëditor të zbritur. Gjysmat janë nga Kruja, nga Mirdita. Në regu, prandaj ju dhe veri, mos i nga provi Shqipërisë, lutem. Besa është... Si mërë që nga i marra mirëditor zbritur. Po jo janë autoktonë mërë, si që kanë mirëditor zbritur. A kem bjemrat, dhe më ta themun, bjemrat, për shembull, dikush quaj Kol dhe kështë miremin Leka, zbritim, bjemri është Koleka. Ka një shpjegim larë. Do të vazhdoj, më tutje, ka zbrit nga prokonati, ka zbrit, pikërisht, po qashtë, është malsi e labëris. Himara ka qenë pjesë e labëris. Mërë, së shte ma Himara tani se ka nëve të Himara. Qështja ishte besa, po këto qudira që më bërë e një damua, ne më thot jemi populli pa besë. Ore, unë po të flasë mbi fakti me njëri tjetrin, ti më shkove dhe ne për të huaj t'japim jetën. Ama kur vjen puna, se qëfar tregoj? Tregoj një të dhënë historike që vret. Tregoj një të dhënë historike të afër që vret. Disa shqiptar të tjerë, në moment kulminant të gjithë treve që sonë se persekutuar, një sekund të marrë, e persekutuar, e ja futën shqiptar të vetë. E ke gabim. Pësa e tha Goxha Rova? Jo, e ke gabim. Këtu shfrytëzohet, më lëshë, më dëgjosh. Këtu shfrytëzohet, lere Goxha tani. Mos kërkon tim nga Goxha. Këtu shfrytëzohet ndjenja që ka populli shqiptar për liri.
në qoftë se shkoj dikush dhe ngre kundër. Po ai 500 vjet turku na knaqi. Po hajt tash, patriotizëm, po flasim me fakte. Se s'po bëjmë baklava këtu. Jo, as pet byreku s'po bëjmë. As revani. Po as bukmisri, çka ke? Çka keni ju andi nga antë tua? Se në Revanin e kemi në Lebri. Ju andi poshtë nga Greqia, si e keni? Më nga Greqia. Mo Jenita. E kupton Niko nuk ka... Edhe këtu, me që kaluam për te kësaj, nga që kaluam të ushqime. Kisavi, kësir teza jote për i marën? Ka një shpjegim që është logjik, që është pranuar në qarqet akademike dhe që është i sakt. Fakti është që nëse shikohen defterët Osman, në të gjithë tokat shqiptare, emrat kanë qenë Gjin, Gjon, Mark, Uk, Ded e kështu. Kam parë defterin e Gjirokastës. Kam baruar tjetër. Kam lexuar defterin e Gjirokastës, për shumë fshati Frashë nëpërmjet në 1583 mos gaboj, kanë qenë banorët Uk, Deda, Ded, Gjon dhe kështu. Fakti që këta emra kanë ngelur, kanë mbjetuar në Labëri dhe në veriun e Shqipërisë, supozohet me mbjetesën në zona shumë malore të emrave të tillë. Janë zhdukur në zonat fushore. Dhe tjetra, studimet gjenetike që janë bërë kohët e fundit, kanë treguar qartësisht që nuk ka asnjë lidhje mes Labërisë dhe veriut. Janë linja shumë ndryshme mashkullore. Jashtohet një familje, 2 familje, 3 familje. Tjerët pastaj nuk kanë asnjë lidhje me një. Qa janë, jemi dy raca ndryshme? Jo, nuk janë raca ndryshme. Janë një racë, sigurisht janë raca lidhje. Kush e bëri këtë studim? Jemi popull unik. Kush e bëri këtë studim? Tani, unë ti do të thotë që kam bërë serbo, por nuk kam bërë serbo. Jo, nuk kam bërë task, që thon asnjë rast. Me që jemi ne akoma, të jemi minutat e fundit. Ore, më shkuan një fans jot. Mos jete ti mirëditor në origjinë? Po, apo një me formë mirëditor, që flasë mirëditor që s'ka problem. Jo. 15 vjet i kam bërë në mirëdit. Po pra, ishte njëri që të njifte dhe tha, e njofë tha Mihalin. Nuk di pse. Ma mirë, s'ka problem, se nuk... Bëra gabim që bëra të Kemi qenë me shërbim atje. Ke qenë me shërbim? Kemi qenë me shërbim në kohën e Ajatollah me tanë. Nuk je mirëditor me lindje, ke qenë mysafir aty, si thonë. është mirëditor me bindje jo me lindje. Do më thë nuk je, dakor. Po, me shërbim. Dakor. Unë, në fakt, për i marën kam i tezë që bashkon të dyja tezat tuaja. Mendoj që, sepse gjithmonë më kam patur një pikpytje historike, sepse djali Gjesh Kasteriotit, Gjoni Junior, kërkoj të fillon të kërngritjen kundër turqëve duke u nisur nga Kështilla e Marës. Pikërisht. Sepse aty shqiptaria ishte shumë e ndezur, shumë e sjartë. Ndërkohë që në pjesët tjera, si duket, turk kishte arritur të ishte më dominues. Dhe emariotët, përpara se sa të bëshin ortodoks, kanë qenë gjithë katolik. Dhe këto janë emra katolik puro. Pastaj u ortodoksuan dhe u bashkuan, për shumë, në pëtëm, kreqen. Pra është dikun mes. E di. Jo, unë e di, po. Se po thë që ka zbrit nga mirdit. Se dhe në mirdit, edhe një marë emrat kanë qenë njësoj. Të tha dhe Kisani, dhe kjo është një tezë shqiptare, nuk mendoj që është një tezë. Okej, Godzej, Anduena po, më faqen të preve. Jo, s'ka gjë. Jo, sytë tu folën para se të se e goja. Kishe një kontribut për të emision? Jo, unë jam përgatitur për temën tjetër, se jam përgatitur për Për cilën temë? Jo për Imarë. Jo, ke një të vim që bëra unë. Ke shumë të drejtë, për temën për cilën e përgatitur, mi e kontributin tënë, se kemi dhe... Me qënë se jemi të Serbia dhe kërcënimi që na vjen në Serbia. Nga një informacion e fundit, nuk ka një raport ose le të themi një analizë kombëtare në lidhje me risqet që i shfaqen Shqipërisë për luftën që ndodh aktualisht. Dhe kjo për shumë arsye, por tek risqet që mund të jenë dominancë për vendin ton, futet pikërisht edhe konflikti Kosovë-Serbi. Përveç faktit që ne jemi një vend antar i NATO-s, jemi një vend që strehojmë mujahedin, dhe kemi edhe konfliktin që e kemi pranë shtëpisë, që është Serbia dhe Kosova, çka e bën shtetin shqiptar? Jo pranë shtëpisë, në shtëpi, se Kosova është shtëpia jonë. Pranë shtëpisë në shtëpi tonë. Mirë, dakor.
Edhe bën... Se ka ca nga Kosovë që thonë se jemi me shpi me nere. Se janë ca që thonë që ka dhe këtonë Kosovarë. Mirë, pa, ate kemi sjaruar këtu e 7 vjetë. Unë kam punuar në Kosovë zhej dhe kam djerë vetën si në shpi, por... Ke qënë në shpi, realisht ke qënë në shpi. Kam qënë në shpinë time. Edhe unë knaqe kur dëgjoj gekimisht në për plazjet shqiptare, në Saran, në Marë, në Lale, gjithë konë. Janë shpinë e tyre, jemi në shpinë tonë. Po se thyem ne, po se dëgjojnë shundari lokaliste andaj këte, për ne se që si ka të lutë në vazhdo. Nuk e kemi. Dhe institucionet e rendit në Shqipëri, në fakt, deklaratat e Vučićit në lidhje me pajisjen e armatimit special që do na bëjë çudin, shikojnë thjesht si një retori, thjesht për të ndjedhur frikë dhe absolutisht nuk ka asgjë të vërtet. Megjithatë, ose jemi pak folklorik në shqiptarët, ne do të thënë, neve mendojmë që të tjerët tallen, bëjnë retorikë dhe nga nga tjetër... Jo, t'ishtë sigur që edhe shërbimet... Qa si sushtarake bëjmë ne, qarë bëjmë ne për të patur një reagim. Shqyqy që bëjmë të aleancë me Kroaci, se Kroacia ka super ushtri. Po, dhe jo vetëm. Qka? Me ne që nga mbrojna, po gjithësësi s'kemi probleme. Ka bërë fabrikë për prodhim në dronëve modern. Po, ne 4 bajraktarë që i morëm... Shke nga Izraeli po marim topa? Serbia ka industria matime është nivellit konsiderushëm që s'ka sot fare me gjithë pjesënit të rajonit Mars Bashku. Ka dhona artilleri toksore dhe kundrerore. Të shi që bëhet me luftën e re... Atë radarin. Radari është marë. është marë. Sistem lokacionin. Një sekund, ta marroj këtë radarin. Radari ka pavionin që ka shkelur. Ka pa të dronin që do lëshoj Serbia që ka shkelur. Ku do e japi, se do të japi dikuj prak. Artilleri kundrerore s'kemi. Kush do na mbrojë me fjalë? Skutën tonë kush do na mbrojë? Që të vëzoj... Po pra ta them unë, e epi formatat NATO-s. Po dherë të vi NATO... Sa të vi NATO, do mora keve NATO, Mos harroj që NATO mund ta gjejë vetë paradarin tonë. Ne ndoshta nuk i kemi këto zhej, ndoshta nuk i kemi, sepse këto janë informacione sekrete të cilat ne vdekatarët e thjesht nuk mund t'i kemi, por ne kemi vëndstrejimet. Goxhaj mund të më ndihmojnë. Do i pastrojnë. Batë mund kohën e gjatë çdo të dilin për pastrim, të dalin për pastrim, pastrojnë vëndstrejimet, bunkeret, faleminderit Josif Zegalit i bëri kolonel bunkeri 750.000, vëndstrejimet po janë, atëre, tani, nuk ka rëndësi tani, të lutem, vëndstrejimet i kemi, atëre, në qoftë se ne nuk kemi bërë asnjëherë në historinë tonë luftë agresive. Ne jemi mbrojtur gjithkohon. Atëre, le t'i bëjnë ysmet asaj që kanë bërë mbrojtjes, sepse ne në përgjithësi nuk sulmojmë. Sot artilleria kundrerore është mbrojtje, më nuk po mësosh nuk është mësim, se pra dhe ne për mbrojtje po flasim, pa të organizojmë këtë mbrojtjen. Po flet për ushtrinë. Për ushtrinë? Unë po flas për popullin e thjeshtë. Sepse ka ikur ajo koha gjithë populli ushtar. Nuk e kemi më atë privilegj. Po nesër po të sulmoj Serbia, Kosovën gjithë populli ushtarësh, pra. Apo. Atëre? Sepse Kosova gjithmonë do të ketë Adem Jashar. Kjo është e bukur kështu, po nuk është as top, as predh, është vetëm adrenalin. Ne për adrenalin shuame. Vetëm emocion, nuk ka asë një lidhje me realitetin. Pra ndaj bëvem tire që... Ja, që si ka tankit ti. Edhe në 1912 këshim shumë emocion, po i humëm gjitha. Shiko, nuk përmë asgjë, po t'gjo. Mund të humëm më shumë, po... Nga komunikimet diplomatike dhe asaj kohë, ne mund të ishim humur akua shumë më shumë me planin që ishta, pikërisht. Se në 14 nuk tentua të bëjë gjithka tjetër. Unë historinë e Dimirë, të pak vetëm që ta them emrin pa të, historinë e njofë mirë, kam e bërë doktoratur, ma dhe marrë dhe Shqipëri-Kosovë, njofë mirë me detaje. Humbëm 2-3, e dim atë gjë. Po mos na e vë gishtë në plakë. Nga emocioni humbëm, sa s'u organizua fare dhe kështu që... Po dhe ato autoblindat që shef atje... Për ne dhe ngritëm gabimisht në Tiranë, në Vlorë, se kishim vend tjetër për ta çuar. Se vetëm Vlorën si kishim pushtuar. Vetëm Vlorën si Po dhe ai ishte tjetër. Konceptimi nihilist i historisë nuk na shërben. Nuk është çështje nihilizmi, është çështje të jesh realist. Sepse ti duke mësuar nga gabimet e historisë dhe nga aftësia jote për të menaxhuar gjëra që nëse do të ishim bërë ndryshe, ne do të kishim qenë shumë herë më të fuqishëm. Ndryshe si? Do ishim një komb. Nuk do të ishim të caktuar. Do ishim një komb, ta dash për ndryshe. Ta dash më do ishte ajo Shqipëria natyrale. Po jo, po se për atë kam stabilizuar. Ndryshe si? Jep një alternativë.
Ta thash pra, ndryshe do t'ishim ashtë Jo, më jep, do me thënë, thua, nëse ne do mësojmë nga historia, se po flet dhe do bënim ndryshe. Pastor qartë e pagabime. Në 1912 ne ishim a Shqipëria Naturale, në 13 na coptuan, na dëbuan, na detyruan që të lëmë shumë shqiptar trevat e veta dhe u detyruan të rikufizohemi në kufit mush tanës. Sepse ishin pa aftë. Ne ishim pa aftë. Ne ishim pa aftë. Po, ne ishim pa aftë. Ta pranoj mirë gabimin nga vetja, pastaj të kërkojmë të tjerëve. Ishte perandoria otomane në tërheqje. Perandoria otomane pikërisht, këtu do të shfrytëzonim. Ne këtu do të shfrytëzonim. Ne komi shqiptarë që ti flet me adhurim. Ne otomanët e vegjël. Të nuk e di se si. Se otomanët e vegjël ne ishim shumë. Ne s'ishim të vegjël, trojet tona s'ishim vogla. Trojet tona nuk ishim vogla. Apo flet për troje. Po flas me veten time. Po fol me veten. Të lutem. Mos bë dialogun tim. Leri këto çuditëra që thua. Se më duket sikur po flas me veten në pasqyrë. Bën monologun që duhet bëja unë. E paparje. Dgjoj, Enida. Kur vajt në konferencën e Londrës, e di pse na i hoqën. Kam Kristafin ekspertin që mund ta thot me detaj këtë pjesë. Ti ke nga emisionin? Jo, pa ai është ekspert. Po më që kaftuar zhej, se më thua kam Kristafin. Dialogun po e bënë mua me Kristafin. Tani minutazhi kaloi. Se një nga antarët ishte ish kryetari i Parlamentit Otoman dhe thanë ju doni të krijoni një Turqi të vogël, jo në Shqipëri të pavarur. Dhe vetëm për një njeri. Nuk ishte pa aftësi. Për një njeri, jo dhe për disa të tjerë. Dhe për disa të tjerë. Pa ja, pra se s'është kjo historia. Po nuk është kjo historia. Ai njeriu. Okej, jam i detyruar ta ishte ai që brapa i vinte historia. Nuk kemi më minuta. Jam dakord me Ismail Çimani, po kush e dërgoi dhe atë? O zoti i madh. O Enida. Enida, mos u përgjigj. Si është zgjidhja? Mos u përgjigj. Mos u përgjigj dert. Me nuk përgjigjem. Koha mbaroi gjithmonë, çdo gjë ka një fund. Tani, me shumë respekt, miku im historian Irakli Koçollari më shkruan. Gjon Kastrioti nuk zbriti në Imar, por në Ishull Lezhë. Është për të verifikuar. Kjo megjithatë unë dëgjoj dhe respektoj JABZ. Në Imar zbriti krokodil Klada. Çfarë emri krokodil Klada? Okej. Bravo Kristafi që ndjek. Një kryeministër si famshëm shqiptar i Mores, Gjoni u plagos dhe u kthye. Klada u ndesh me një divizion turk dhe i shpartalloi ata. Kapi rop komandantin turk që ja bëri dhurat mbretit të Napolit. Misisht Irakliu, faleminderit Irakli kudo që je. Dhe minutat tona mbaruan. Misha, është e vështirë të jesh shqiptar në Moskë, e mbyll dhe me ty. Apo kur i thua albanski, hapës pyesje. Është ajo misia, për shumë kur kam qenë në jenë kinë para të vitesh? Nuk ka probleme fare. Mua më ka ndodhur njëherë një Po? Mua më ka ndodhur vetëm një konflikt një herë dhe për koincidencën ai konflikti ishte me serb. Isë pas folë më dhe. Me një serb në Moskë. Kjo është Misha Pumo, a kupton? Misha farinderit. Konflikt shqiptar serb në Moskë. Farinderit Goxhe, farinderit Enida Bozhegu dhe Anduen Alabani. Kjo është 360 gradë për sot e di më shkruani që doni që ta vazhdojmë më gjatë, por kujdiet, në edicionet e ardhshme mund të kemi edhe më shumë minutash. Natë mirë dhe mirupafshim.